Jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking. Në këtë pjesë të fundit të programit do të ndalemi gjërësisht tek turizmi, por jo vetëm, edhe eventet kulturore të verës, por edhe më gjërë. Turizmi në Shqipëri po hyn në një fazë transformimi, ku sfidë tashmë nuk është vetëm të sjellësh turist, por të ndërtosh një ekonomi të qëndrueshme mbi turizmin. Për vite me radhë është parë turizmi si në fakt një nga shtyllat kryesore kontribuese të ekonomisë, por kryesisht kemi tërhequr turist për shkak të çmimeve të ulta. Ndërkohë sot do të ndalemi edhe tek ecuria, nga kontrollet fiskale me inteligjencë artificiale, tek mega eventet, produksionet filmike dhe projekte të rëndësishme si motoparku. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio për të diskutuar gjërësisht zotin Blendi Gonxha, ministri i turizmit, kulturës dhe sportit. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Nga aktiviteti në aktivitet, sot ju pam edhe duke inspektuar në jug të vendit, si duken gjasat për turizmin, për sezonin turistik veror? Tani, nëse do duam të flasim hapur, nuk është se nuk kemi probleme, se kemi probleme me territorin dhe kemi probleme me ambicjet tona. Jemi një vend ambicioz, jemi një vend që ka shumë projekte në proces, ka një numër të pafundëm lejesh zhvillimi, lejesh ndërtimi në Këshillin Kombëtar të territorit, dhe kjo bën që kudo të ketë një kantier, ka një kantier rrugë, ka një kantier ujësjellsi, ka një kantier sa i takon shumë subjekteve private, ka shumë energji, ka shumë ngjarje pozitive dhe sa i takon përfshirjes bashkive. Në përgjithësi kemi një urbanizim i cili ka shumë të tepër kujdes ndaj pedonaleve, ndaj korsive të biçikletave, ndaj pjesës lungomareve, pra shëtitoreve dhe promenadave pranë detit apo buz detit. Në gjithë vijën tonë ujore ka një transformim të rëndësishëm, një rilindje urbane e cila ka vite që ka filluar natyrisht, por që tashmë po kthehet në një qëndisje të gjitha këtyre zonave ku ka shumë hotele, ku ka struktura akomoduese. Jemi duke menaxhuar jo me pak vështirësi fillimin e sezonit veror, sa i takon stacioneve të plazhit, sepse jemi qefli të beach bareve, jemi qefli të zhurmës, të muzikës e tjerë, dhe një farë mënyrë dhe natyra jonë mesdhetare, diellore, pra një sektor pak i vështirë për të menaxhuar. Po, është goxha e vështirë, megjithatë sot bëmë edhe një shtyre të afatit për t'i dhënë edhe një tjetër mundësi, një pjesë të subjekteve cilët nuk i kishin kategorizuar ende strukturat e tyre akomoduese, që edhe ata që janë duke i mbyllur tashmë punimet me hotelet e tyre dhe me dhomat e tyre të aplikonin për këto stacione plazhi që kanë mbetur në sistem, në platformë pa aplikuar, dhe kështu që dhe ata tashmë do kenë një afat më të zgjatur. Jemi duke u marrë me çështjen që është kryesore, që është çështja e pastrimit. Këtu jo dhe ajë direkt në mënyrë direkte ministria që unë drejtoj, sepse me ndarjen e portofoljeve tashmë është ministria e mjedisit e cila ka një rol qendror për politikat, për gjithë themi ndërhyrjet në rang qendror dhe për gjithë planin kombëtar sa i takon trajtimit mbetjeve dhe në përgjithësi përpunimit mbetjeve e tjerë. Por jemi së bashku gjithë, kemi një numër të pafundëm në këtë rast të takimesh me prefektët, me tur operatorët, me subjektet, me kryetarët e bashkive, natyrisht që mbajnë ata një peshë kryesore sa i takon kësaj pjese, dhe është një punë goxha e lodhshme. Themi që ne së bashku gjithë të punojmë dhe të remojmë në një drejtim, sepse shpesh në një herë ka elemente cilët remojnë në të kundër. Në këtë rast një ambient ku ne duam të jemi sa më të pëlqyeshëm dhe sa më mikpritës për turistët apo për çdo që pushon në Shqipëri, jo vetëm të huaj, por dhe shqiptar, kompromentohet nga një situatë mbetjesh apo një situatë zhurme apo një situatë ndotje, e cila mund të jetë qoftë mjedisore, qoftë akustike, apo qoftë themi një shëmtie estetike e cila dëmton komplet gjithë sistemin e mikpritjes, dhe në përgjithësi kudo ku kemi shkuar dhe në ato biseda që kemi bërë, e kemi theksuar që kjo nuk mund të jetë dot më një çështje individuale. Kjo nuk mund të jetë dot një çështje vetëm me një përgjegjësi e thjeshtë e bashkisë apo thjeshtë e shtetit. Kjo është një gjë që duhet të jetë patjetër një pjesë e një përgjegjësie që është komunitare. Pra, nëse do shesim turistikisht një ofertë në Vlorë, duhet ta konceptojmë dhe ta si më thënë, ta mbrojmë të ofertë kolektivisht, dhe ne duhet që ta bëjmë sa më atraktiv të gjithë sistemin ku ne jemi pjesë. Nuk mund të jetë do të atraktiv një hotel i bukur
me 3 hotele cilat nuk janë sistemuara mirë ngjitur ti. E kështu me radhë problematika që... Ka një çështjesh problematika që mund të diskutohen, megjithatë ekspertët e turizmit theksojnë se Shqipëria po hyn në një fazë tjetër ku çmimet e ulta nuk përbëjnë më avantazh sepse çmimet po shkojnë në rritje edhe krahasimisht me vendet e tjera të rajonit. Çfarë do të na bëjnë konkurruese në vlerësimin tuaj dhe si mund ta kthejmë në një mundësi përfitimi tensionin, situatën në lindjen e mesme, të paktën për sezonin turistik veror? Sapo, domethënë me këtë që ju thatë, ishte pikërisht ajo që u nisa të them fakt që ka nevojë për një strategji, për një zgjuarsi dhe për një themi aftësi nga ana jonë, nga ana e gjithë atyre që janë përgjegjës në linjë parë, por dhe atyre që janë bizneset, pra subjekte dhe ata që investojnë, ata që zhvillojnë strukturat e akomodimit, në përgjithësi gjithë industria e turizmit, pra ekonomia që lidhet me turizmin, sektorit e ndryshëm që turizmi ndikon dhe që kuptohet i përmirëson ose i mban dhe i ushqen me këtë ekonomi që turizmi sjell. Ju e dini që është nga zërat më kryesorë që ne kemi në produktin e brendshëm brutë, pra është mbi 24-25% ndikimi i turizmit direkt në ekonominë e vendit. Pra këtu jemi pikërisht në atë që nisa të them që tashmë është momenti që nuk mund do të veprosh i fragmentarizuar, nuk mund do të ofertosh si një hotel pa parë gjithë themi mundësit që ke rrotullteje, pa e lëvizur turistin që ka ardhur këtu në Butrinë, pa e lëvizur në Kanin, pa e lëvizur në zonën arkeologjike, pa e çuar në parkun arkeologjik të Orikumit. Duhet kemi më shumë emancipim, duhet lëvizim shumë më tepër në këtë mënyrë që ta mbajmë familjen, shokët, ata që vinë, të rekomandojnë të tjerë, të rekomandojnë shok tyre, të rekomandojnë turistë tjerë, pra vizitorë tjerë dhe të vinë. Kjo kërkon një strategji komunikimi, promovimin aty që ne po punojmë, dhe që nuk diskutohet që tashmë dhe orientimi që po i bëjmë gjithë tur operatorëve, apo gjithë atyre strukturave akomoduese, apo në përgjithësi gjithë oferta dhe promocioni që ne po bëjmë përmes Agjencisë Kombëtare të Turizmit, vetë reformimi i Agjencisë Kombëtare të Turizmit, një reformim edhe e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Të gjitha këto së bashku do të bëjnë që të kemi mundësinë që bashkë me bashkitë të kemi një sinergji, një sinkronizim të gjithë kapaciteteve tona në mënyrë që ne të kemi një turizëm sa më organik, në mënyrë që ne të lajmërojmë dhe të informojmë për kalendarin tonë në sa më shumë prej zonave ku ne kemi lëvizje, aktivitete, evente, edhe jashtë atyre muajve të ngarkuar. Dhe duhet ta gjallërojmë me turizmin e konferencave, turizmi e eventeve, turizmi sportiv, turizmi aventurës, turizmi shtetësor. Ka plot ai automotiv së shpejti do jetë i rëndësishëm, pra ka plot fusha për të punuar, ku natyrisht një nga plagët dhe një nga themi mungesat tona kryesore deri tani që ne punojmë dhe që kuptohet që kërkon një stad ekonomik të vendit që të jetë në një nivel caktuar, është ai detar, është ai lundrimit, është ai pra i ekonomisë blu, është ai që lidhet me detin, është ai që lidhet me molet, me pontilet, me gjithë strukturat e përkohshme apo të përhershme të ankorimit. Pra gjithë infrastruktura e detit nga ana tjetër marinat, ne jemi në gjendje të vështirë me marinat, prandaj investimet e mëdha të marinave janë shumë si me thënë, të munguara prej vitesh dhe ne jemi në këtë pikë në nivele që për shembull për të dhënë një shembull, Franca ka mbi 800.000 marina. Franca ka 380.000 vende parkimi për varka, pra për mjete lundruese. Italia ka 180.000 vende parkimi. Ka 500 e më shumë marina. Ne kemi gjithsej, apo s'kemi 5 marina. Pra për të thënë që ky është një nga problemet kryesore që ne natyrisht po punojmë dhe këtu ndërhyjmë në ligjin e investojë strategjik, këtu po punojmë me shumë për projekteve që janë o strategjike o projekte të zakonshme, të cilat janë afër bregut, në mënyrë që ato zhvillojnë dhe molet dhe ta kenë më të lehtë për zhvilluar dhe këto strukturat të ankorimit. Kryesisht për turizmin elitar. Jo, nuk është vetëm për elitar, është në Greqi mesatarja e të gjithë atyre që kanë dhe mirëmbajnë një varg të tillë është 10.000 euro në vit, dhe ky 10.000 euro në vit është një numër shumë lartë, unë përmenda numrat, pra nuk është për elitarë, është dhe për varka të thjeshta, është dhe për varka pa motor, është dhe për varka thjesht që mund të jenë, nuk po them me vela, por që mund të jenë varka të nivelit shumë mesatar dhe shumë ekonomik. Sot niveli është rritur, ne jemi me 1 milion mjete në rang vendin, mjete po themi rrugore. Nuk është më një vend ku njerëzit nuk blejnë ose nuk investojnë në këto mjete. Ne duhet ta eksplorojmë detin, ne duhet lundrojmë, ne duhet kemi lundrim privat. Nuk flas tu për jate dhe për nivele, si me thënë, lundrimit pasurish, po për një aspekt ekonomisë vendit që lidhet me industrinë e turizmit, që lidhet pra me detin që ne nuk e kemi të eksploruar dhe që është një nga fushat kryesore. Siç është pastaj, kuptohet dhe ai maleve, malori, sezoni dimror, apo dhe sezoni veror, kur mali kthehet në një vend shumë mirë,
për shumë prej kategorive moshave për një paketë për ta alternative. eksploruar malin në verë për shkak të freskut, për shkak të temi disa prej karakteristikave që zonat malore kanë edhe në verë, pra ka shumë pedalim në male, ka shumë hiking, ka shumë alpinizëm e tjerë që zhvillohet edhe në muajt e verës, edhe kjo gjë është shumë e rëndësishme për ta bërë që t'jetë sa më i shtirë gjatë vitit, por edhe që t'jetë sa më i shtirë në gjithë teritorin tonë. Ka qenë gjithmonë synim për të shkuar drejt në turizmi gjithvjetor, megjithatë vëmendjen e merr pikërisht sezoni turistik veror, sikundër po përmendi edhe malin për ta frekuentuar gjatë muajve të verës. Por tatimet kanë bërë me dije se do të kenë kontrolle në kohë reale, duke përdorur edhe inteligjencën artificiale, pra synimi është formalizimi, megjithatë si do ta balanconi kontrollin fiskal me klimën e besimit tek biznesi, sepse nuk janë të paktë ata që po e shohin si një formë presioni në prag të sezonit kur kanë edhe kulmin e punës së tyre. Tash ne nuk mund të jemi dot në nivelet që të pranohet dhe të mund të pranojmë për asnjë nga ne, dhe këtu flas për gjithë shoqërinë. Gjithë shoqëria ka nevojë për rritjen e të ardhurave nga taksat, sepse gjithë to para janë ato që na përkthehen pastaj në shërbime e në të mira materiale, të cilat janë lidhura me të gjitha shtresat e shoqërisë, dhe këtu në radhë të parë gjithë ndjeshmërinë që ne kemi për pensionistët, për themi shtresat që janë më në nevojë, për ata që mund të kenë probleme sociale, për ata që nuk e kanë dot fatin që t'i kenë të gjitha gjërat siç mund t'i kenë ata që mund të jenë më të avancuar në aspektin ekonomik në jetë. Ne e dimë që jetojmë në një sistem të ekonomisë tregut, kështu që nuk diskutohet që do ketë njerëz të cilët kanë vështirësi. Si do t'i kompensojmë në këta njerëz? Si do t'i shpërndajmë këto të ardhura në nivel të tillë që ata të mos ndjehen përjashtuar nga shoqëria, të mos ndjehen përjashtuar ekonomikisht, mos ndjehen përjashtuar nga ky boom, nga ky turizëm, nga kjo ekonomi e cila është në rritje, vetëm duke rritur nivelin e asaj që është deklarimi dhe të ardhurat në raport me atë që është xhiroja reale. Dhe ne e dimë shumë mirë, ju besoj gjithë ne e ndajmë të eksperiencë, kemi ende shumë vende ku nuk jepet faturë. Kemi ende shumë vende ku gjitha pagesat bëhen themi informalisht. Dhe ne në përgjithësi e trashëgojmë të kulturë të informalitetit, sepse vjen edhe nga tranzicioni i vështirë, në një farë mënyrë ka qenë një rregullim llogarish. S'më jep shërbime, unë s'jap taksa, se ti nuk më kënaq mua dhe unë nuk kam për të paguar atë që takon shtetit. Kjo epokë besoj që për gjithë ne tashmë është një epokë që duhet ta lëmë pas, nuk është më një epokë që ne mund ta mendojmë si një të tashme, si të ardhme tonën, sepse e para njerë jemi drejt një momenti shumë të rëndësishëm të antarësimit, jemi drejt një momenti ku ne gjithë duhet ngrimë nivelin standardin, përpara se ty në Bashkimin Evropian duhet jemi standard ekonomik, standard pagesa, standard jetese, standard sigurie, standard në çdo aspekt në kuptimin e transportit. Po ja vetëm një prej sfidave më të rëndësishme që ne kemi, që është transporti ndërqytetes, transporti urban, transporti turistik. Me se do t'i bëjmë to ne në rast se ne nuk paguajmë taksën e hotelit, në rast se ne nuk deklarojmë hotelin plot as në gusht, të kemi ne hotele me 40% kapacitet në korrik dhe në gusht. Pra kjo nuk mund pranohet. Sa është niveli i informalitetit nëse i referohemi sezonit të shkuar veror? Nga viti i kaluar, niveli i informalitetit është i lartë, mbetet i lartë, pra nga studimi i fundit që ka qenë ai më i fundit për sa i takon strategjisë turizmit, ka të dhëna që ne mund kemi pasur mbi 30 milion net fjetje dhe ne kemi pasur të arkëtuara gati 6-7 milion net fjetje. Tani, këtu ka dhe një informalitet që lidhet me atë që është qiraja e shtëpive apo e apartamenteve. Turizmi familjar. Dhe prandaj, me sistemin e ri të deklarimit me DIVA, jo ftohen, po detyrohen të gjithë ata që kanë të ardhurat të tjera, ti deklarojnë. Në këtë sistem të ri, jo vetëm që deklaron të ardhurat, po deklaron dhe shpenzime. Pra ka një mekanizëm kthimi dhe ka një mekanizëm themi shumë proporcional, që në rast se ke patur shpenzime cilat duhet të njihen për fëmijët e tjerë, ato të kthehen dhe ato të njihen. Pra ideja është që duhet fillojmë të kuptojmë që kjo situatë nuk mund të vazhdojë dot më. Nëse duam që ta rrisim vërtet standardin e jetës sonë, për ta bërë Europën këtu, se këtë po themi, që nuk duam të ikim, nuk duam të jemi më të tentuar nga vendet e Bashkimit Evropian apo vendet e tjera zhvilluara, sepse tentohemi në atje. Me shëndetësinë, me transportin, me infrastrukturën, pra një farë mënyre tentohemi me ato, me shkollat, pra me gjendjen e tyre. Dhe ky tentacion vjen sepse paguajnë shumë taksa. Paguajnë mbi 20, mbi 30, mbi 40% në herë të ardhurat e tyre. Ne jemi në nivele shumë të ulta
të regjimit ton fiskal për sa i takon taksave. Jo, për sa i takon regjimit fiskal janë vetvete, pra midis niveleve pa taks fare një pjesë e mirë e bizneset të vogla, pastaj një taks që mund të jetë 5-6% për një nivel caktuar, pastaj mi ke 10% që pastaj ke 50%. Pra shifra ama puna taksohet më fort se sa bizneset në Shqipëri. Edhe kjo që thoni ju kërkon një rregullim, pra në kuptimin që sa më shumë të rritet baza e tatim paguzve të tjerë, që janë ata që kanë aktivitete, të gjitha këto do ndihmojnë që ne të gjithë kemi një buxhet shteti edhe më të fuqishëm për të bërë ato që sot janë detyrat tona të shtëpisë dhe janë nevojat tona kryesore. Po flasim për mbetje, ne po zgjerohemi, po ndërtojmë. Me sa do t'i bëjmë këto implante? Me sa do t'i trajtojmë të mbetje? Si do të bëjmë ne që të kemi depo ujë kudo? Si do bëjmë ne që të kemi sisteme pompimi dhe sisteme filtrimi të nivele më të larta? Po flasim për kur përmenda marina dhe investime tjera strategjike si porte e tjerë, këto nuk janë vetëm që mund bëhen me koncesione apo me investime private, ka dhe vende ku ndërhyet. Transporti që përmenda, ka sezone që ecën se është verë, ka sezone që duhet mbajtur nga shteti, nga bashkitë në këtë rast, sepse nuk ka xhiron e dur gjatë sezoneve të ulta të vitit. Pra, ka nevojë për të rimbursuar gjithë kohën, student, pensionist, shtresën sociale, duhet merrem me stajimin, duhet merrem, unë fola këtu pak më gjërë, po e kam fjalën që ne duhet paguajmë dhe kush më shumë se tjerë duhet paguaj. Në rast se nuk flasim për turizmin si një prej motorëve kryesor të ekonomisë sonë. Pra është një nga motorë kryesor të ekonomisë sonë, që normal që do ketë një, themi, presion, që unë mendoj që është presion pozitiv, që të paguajmë atë që na takon të paguajmë. Dhe çfarë niveli do të arrijë formalizimi? Pra, nëse përreferohemi muajve të ardhshëm me gjithë angazhimin e tatimeve? Unë nuk mund të marr premtime në emër të drejtorisë për gjyrën e tatimeve apo të Ministrisë të Financave, por që unë di që në koordinim. Po punohet me shumë drejtime në mënyrë që të jetë nga njëra anë reforma e thellë që u bë për inspektimet. Do bëj që mos kemi 10 inspektorë këtë dera, po të kemi në atë rast kur bie plani dhe bëhet një analizë risku e subjekteve, ku mund të ketë evazion, ku ka problematik, ku ka mungesat caktuara në cilësinë e shërbimit, standarde e tjerë, ka një sistem risku i cili në mënyrë informatike përpunon që mos kemi 5 veta nder. Një inspektoriat, si themi, qendror do të organizojë, një inspektoriat i përgjithshëm organizojnë që inspektoratet e tjera sipas sektorëve dhe fushave të veprojnë në mënyrë të sinkronizuar. Do kemi më pak inspektorë të dera, do kemi më shumë monitorim, do kemi më shumë analizë risku dhe do kemi edhe natyrisht edhe masa dhe penalitete kur kuptohet që t'i dhash të gjitha mundësit, bile s'kemi pasur dhe një politik për të gati shkuar drejt një vetë deklarimi në disa raste, pra për ato raste kur bizneset kanë një themi deklarim të kapacitetit, të shitjes, të rezervimit të hotelive të lartë, nuk ka kontroll për një periudhë kohë. Se duat kaloj edhe në çështje të tjera. Kam dhe një pyetje në lidhje me turizmin, po më ke vënë shumë shpejt, nuk po di, cilat janë parashikimet për 2026-ën, çfarë efekti do të ketë në ekonomi, pra në prodhimin e brendshëm bruto, por edhe në punësim, gjithmonë sipas parashikimit të dikasterit që u drejtoni. Duke marrë dhe atë që më the më parë dhe unë nuk të përgjigja, pra shenjat janë shumë pozitive, sepse kemi 2 bonuse në këtë moment. Pra kemi ata që kanë anulluar ose nuk kanë mundur t'i vijojnë rezervimet e tyre në vendet e lindjes mesme, gjë që nuk na knaq, sepse nuk na knaq fatkeqësia e askujt. Por ka shumë shtete, ka shumë pushues. Spanja është e mbi ngarkuar tashmë, e mbi prenotuar. Ka shumë shtete në Europë kudo, të cilët kishin programuar shkojnë lindjen e mesme, këta për arsye se nuk kanë sigurinë shkojnë, apo për arsye se nuk mund shkojnë, por i planifikojnë udhëtimin e tyre dhe pushimin e tyre dhe këta po vinë edhe në Shqipëri. Dhe Shqipëria është një ofertë alternative shumë e mirë. Pra numrat po e tregojnë këtë gjë. Nga ana tjetër bonusi i dytë që është shumë i mirë është që shqiptarët vetë, që ne e dim se sa qeflit udhëtimeve jemi dhe ne e dim se sa e gjatë është akmarrja jonë për mungesën e lëvizjes deri në vitin 90, shqiptarët që lëvizin shumë jashtë shtetit, këtë vit do të kenë shumë të tepër pushime shqip. Dhe kjo jo se thjesht janë të mira gjithashtu plazhet tona, po sepse shumë veta do kenë problematik në rezervime të linjës ajrore, do kenë problematik dhe siguri, si me thënë, të kufizuar për disa prej vendeve të larta, etj për shkak ndoshta diku për karburantet, ndoshta diku për anullimin e ndoshta në një linje të caktuar ajrore dhe shqiptarët po programojnë shumë më tepër të pushojnë në Ballkan, që do të thotë që edhe shumë më tepër në Shqipëri. Kështu që numrat janë rritur, janë mbi 60% të strukturave tona janë të rezervuara plotësisht
dhe ne jemi më lartë edhe në numër vizitorësh tuaj, jemi më lartë edhe në nivel rezervimesh, në numër vizitorësh tuaj për 4 mujorin jemi mjaftueshëm lart. Prilli ishte 8.8% më lart se prilli i vitit kaluar, pra në numër hyrje vizitorësh, ka rritje të atyre vendeve që janë me të ardhurat të larta, që paguajnë më shumë, që kanë interes, që shpenzon më shumë, që kanë interes të turizmi i eksperiencës, që kanë interes të trashëgimia kulturore, që vizitojnë site, që vizitojnë ekspozita, që vizitojnë muze, dhe këta turistë janë shumë të rëndësishëm për ne. Kështu që prandaj po punojmë se unë tu më vure përpara me këtë shpejtësi, nuk po di se çfarë po them përpara. Aktivitetet. Po prandaj, pak më herët. Po pra, më fal atëherë për këtë se ja bëra vetes, po që ideja është që ndërkohë dhe gjithë puna që po bëjmë pastaj me eventet dhe me gjithçka tjetër, tregon që, si më thën, orientimi i duhur është tek një turizëm i cili lidhet me njohjen e Shqipërisë, me njohjen e kulturës sonë, edhe me një turizëm i cili shpërndan gjithmonë më shumë të ardhura në territor, sepse prek gjithmonë më shumë zona në territor dhe itinerare, pika interesi e tjerë. Ky është dhe turisti që kthehet më shpesh. Ne kemi rekomandimin 1/7 momentalisht. 1/7 rreth 1/10. Pra një turist që vjen në Shqipëri rekomandon 7 deri në 10 veta të tjerë që të vinë në mënyrë të sigurt. Ne duam që ky raport të jetë 1/40. Pra duam, ky është objektivi ynë, që ai që lë Shqipërinë, jehona e shijes mirë që ai merr me vete të preki rreth 40 veta të tjerë. Sepse matet ka disa mekanizma matës dhe ka disa sondazhe që ne kryejmë që lidhen dhe me rekomandimet. Pra, ka shumë të bëjë cilësia, ka shumë të bëjë pastërtia, po ka shumë të bëjë dëshira dhe mikpritja e ndjerë. Ata edhe kur nuk jemi perfekt, nuk harrojnë së përsërituri kudo që na kanë trajtuar si s'ka. Edhe kur nuk je perfekt si vend. Dhe këtu po synojmë shumë, po promovojmë në gjithë paneret kryesore, po punojmë shumë me trashëgimin kulturor, që thash me eventet. E qartë. Eventet dhe destinacioneve dhe turizmi i eventeve është nga elementet më të rëndësishëm. Dhe do të ndalemi po punojmë me influencera, po punojmë me platforma, po punojmë me ape etj. Një përllogaritje, një parashikim se sa miliard euro do të kontribuojë për këtë vit turizmi? Po, në rast se ka kontribuar vitin e kaluar rreth 5.4 miliard euro, dhe ky është vetëm, si më thënë, ai që është kapur nga sistemi i drejtorisë përgjithshme të tatimeve dhe nga dhe kontributi që jep në ekonominë përgjithësi direkt dhe indirekt turizmi, natyrisht që mendoj që duhet të jetë rreth 10% më i lartë, afërsisht, sepse duke qenë dhe më cilësor, dhe duke qenë jo vetëm numerik, po duke qenë jo vetëm më sasior, po duke qenë më cilësor, pra turistë që paguajnë më shumë, turistë që vinë dhe rinë më gjatë, dhe kjo gjë na jep më shumë të ardhurë në ekonomi, dhe mendoj që një 10% duhet të jetë pak a shumë jo objektivi, po do të themi dëshira dhe një projekcion logjik që ne duhet të punojmë për ta arritur. Do të kaloj tek drejtimi tjetër i rëndësishëm i ministrisë që ju drejtoni dhe ka të bëjë pikërisht me kulturën, nga festivali Zama te koncerti Kanye West, shumë i diskutuar në Shqipëri kohët e fundit. Shqipëria duket se po hyn në tregun e mega eventeve. Por sa përfitojmë ne, zoti Gonxha, dhe sa investojmë për evente të tilla? Dua t'ju pyes se sa do të shpenzohen specifikisht nga buxheti për koncertin e West. Nga buxheti i shtetit praktikisht, paktën për atë që mua më takon se besoj do të koordinoj gjithë punën për organizimin sa i takon mbështetjes shtetërore, vendore, qendrore për mbarvajtjen e aktivitetit, ne nuk kemi planifikuar asnjë themi shpenzim në kuptimin e buxhetit shtetit. Pra, buxheti i shtetit nuk do të japi asnjë pagesë apo fond sa i takon eventit, organizimit, skenografisë, strukturës provizore dhe ngritjes dhe instalimit të atij që është komentuar shumë edhe botërisht tashmë, që Shqipëria do të bëjë një stadium për Kanye West, është një strukturë e cila vjen me transport dhe është e gjitha e montueshme e çmontueshme, e cila si kosto, bashkë me skenën dhe me gjithë logjistikën dhe me gjithë teknikën e koncertit, pra me gjithë fitë e artistët gjitha, janë të gjitha në koston e promotorit e eventit, që është një bashkëpunim shqiptaro-gjerman, dhe si promotor, ata shesin biletat dhe paguajnë, pra vetë financohen nga biletat për të gjithë shpenzimet e koncertit. Kanë marrë një parcelë e cila është pa pagesë, sepse ja ka vënë dispozicion një biznes i cili është pjesë e një bashkëpunimi me këta promotor, do kenë dhe sponsor edhe të ardhur të tjera nga partner shqiptar që do të bashkohen me eventin, dhe këtu mbaron pjesa e kostës e eventit. Shqipëria, si po themi pushtet qendror dhe me siguri pushteti vendor dhe në përgjithësi agjenci, institucione, natyrisht do angazhohen me forca, me më shumë, po themi, forca sigurie, më shumë themi
garanci për aspektin higjieno-sanitar, mobilitet, trafik, do të kemi porte të hapura më shumë orare, do kemi aeroporte, porte, kufi e tjerë që do jenë të përforcuara për të pasur një shërbim më të shpejt me flukse më të larta qytetarë, sepse mendojmë që në atë weekend ne do të presim ndoshta mbi 100.000 vizitor në vendin tonë, që janë, si me thënë, më shumë se sa zakonisht. Kështu që ne po punojmë për një plan që të përballojmë këtë fluks. Këta njerëz do vinë dhe do flënë, do hanë, do pinë, do shëtisin, do vizitojnë, do paguajnë bileta muzesh, ku di unë, do marrin pjesë në aktivitetet ndryshme që të zhvillohen në Shqipëri, do udhtojnë në disa prej qyteteve të Shqipërisë, do konsumojnë përveç biletës koncertit, ata do të lënë para në Shqipëri në një nivel goxha të lartë. Llogaritet që pra, investimi i pushtetit qendror dhe vendor do të jetë vetëm në logjistik, në shërbime sa më të shpejta dhe jo para. Jo në logjistik, logjistika e koncertit është e tyre. Pra, në kontekstin ne do të mbështesim vetëm me gjithë forcat tona mbarvajtjen çfarë është jashtë e vendit. Pra, në kuptimin e thash trafik, pra param nuk do të ketë nga buxheti. Lehtësimi i transportit, pra gjithë pjesa e sigurisë nuk do ketë asnjë lek nga buxheti i shtetit për koncert. Pra, ideja është që jo vetëm kaq, po mund lindi pyetja, po mirë ju prapë do sforcoheni dhe do ketë një kosto kjo për shtetin shqiptar. Por natyrisht që kjo në fund të ditës ka një kosto për shtetin shqiptar që ne do sforcohemi për të mirëpritur një event tillë. Por do të ketë një kthim. Kosto në kuptimin e njerëzve, të kapaciteteve, do kemi orare më të shtuara të turneve të punës, do kemi një impenjim të madh angazhim të mjeteve tona, po themi të shërbimeve, të patrullave etj, dogana etj, thash, porte kufi. Por të ardhurat që sjell një event i tillë, llogaritë që mund të jenë, pra bazuar në një llogaritë të përafërt dhe të krahasuar me vende të tjera të ngjashme me ne, në rreth 120 milionë rreth të ardhurat të xhiruara, 120 milionë euro të xhiruara për eventin, që kuptohet tu pasi shteti ka pjesën e vet, diku nga taksa, diku nga diçka që lidhet me tatimin e fitimit, diku nga të ardhurat që lidhen direkt nga shërbimet caktuara që ata do paguajnë në Shqipëri, dhe ku komuniteti fiton shumë, dhe ku qytetarët ato ditë me siguri nuk do ketë asnjë shtëpi bosh në Tiranë, ku do shkojnë dhe do zihen dhe do bllokohen hotelet e për ditë me radhë edhe në qytetet afër Tiranës, pra në gjithë bashkitë afër Tiranës. Mendojmë që do shkojnë të flënë deri në Lushnjë, deri në Vlorë, deri në, pra sepse aq shtretër kemi. Pra ideja është që kjo është një gjë që është e jashtëzakonshme për ekonominë, është hera parë në historinë tonë e një niveli të tillë, kështu që ne duhet më së paku ta mirëpresim. Pastaj a do ketë vështirësia, ka sfida kjo ndërmarrje, natyrisht që ka sfidat e veta, asgjë nuk është e lehtë, asgjë nuk është po kjo është edhe një sfidë që jo vetëm Shqipëria futet në hartë, jo vetëm dhe pa u bërë koncerti kemi hyrë në hartë globalisht. Është komentuar në mënyrë të jashtëzakonshme për mirë kjo ngjarje për Shqipërinë. Shqipëria është komentuar kudo, është bërë lajm kudo, pra kjo është një gjë që na jep një promocion i cili është i paçmuar. Që besoni se do të reflektojë në turizëm në vijim. Po është i paçmuar sepse ne nuk e kemi paguar të promocion. Pra domethënë, në kuptimin është i paçmuar një dhe nuk e kemi paguar dy. Mendoni se sa e rëndësishme është kjo për vende si ne, që ne të, si themi, të konsolidojmë reputacionin si destinacion dhe kredibilitetin si destinacion. E qartësuam edhe çështjen e detyrimit, nuk do të ketë para, sepse ka qarkulluar, sikundër ju e dini, një informacion që mund të jepen 50 milion euro nga buxheti. Shqipëria po propozon rimbursim 35% për produksionet filmike. E kemi parë në fakt me shumë interes këtë nismë. A kemi ne sot infrastrukturën e nevojshme, burimet njerëzore, kapacitetet institucionale për ta kthyer Shqipërinë në një qendër të tillë të produksioneve, të prodhimit, të produksioneve të rëndësishme? Se po e shoh në ekranin tuaj se thot Gonxhja, të ardhurat nga një event i tillë mund të arrijnë 120 milionë euro, pra është xhiroja, Patjetër. Xhiroja, në kuptimin qarkullohet rreth 120 milionë euro. Dhe për këtë që më pyete, tashmë jemi në një pikë që ligji i vjetër i kinematografisë, ai që ne kemi aktuali, natyrisht që ka shumë element pozitiv, funksionon për një epokë caktuar ku dhe ne kemi ecur me filmin në atë lloj qasje që ne kemi patur këto vite. Nga Moris Pundo, pikërisht qeveria, ndoshta ministria për ta propozuar një ndryshim të tillë ligjor, një parashikim të tillë. Keni kërkesa? Nga nevoja për ta parë, dhe kjo ka filluar që në kohën që unë kam drejtuar Ministrinë e Ekonomisë dhe Kulturës dhe Inovacionit, pra ajo ministri jo më kot u ndërtua në fillim, lançoi shumë prej këtyre themi risive të cilat lidhin ekonominë kreative e industrinë kreative
fort me kulturën, me artin, sepse aty është baza e krijimtarisë, pra këto janë industri shumë të rëndësishme, pra ne folëm për turizmin, po një nga elementet më të rëndësishëm po të marrim për shembull qytete të mëdha metropole si Londra apo metropole të tjera, apo ku diun vende të rëndësishme që lidhen kryesisht themi vende që e kanë nevojë ta kenë të zhvilluar ekonominë e industrisë kreative, jo vetëm për shkak të talenteve që mund të kenë, po e kanë nevojë sepse kanë vështirësinë, nuk kanë turizmin tonë, nuk kanë disa prej atyre bekimeve që kemi ne si vend, klimën tonë e tjerë. Dhe kanë qenë shumë agresive në politika, këto vende pra, që kanë joshur shtëpitë e prodhimit filmit, shtëpitë e prodhimit serialeve, shtëpitë e prodhimit të krijimeve audiovizuale, në përgjithësi pra bota tashmë po ndryshon dhe shumë shpejt. Jemi duke folur sot për AI, jemi duke folur për filma cilët bëhen në mënyrë virtuale, etj, dhe ka ndryshuar krejtësisht dinamika në peizazhin që lidhet me atë që ne deri dikur e njohim se kinematografia e lidhur me celuloidin, me kamerën e filmit me rrotë të celuloidit. Sot bota ka ndryshuar shumë dhe sot flitet për gaming, flitet për themi prodhime audiovizuale të cilat janë të teknikave nga më të ndryshme dhe gjithë kjo gjë na bën që ne të jemi shumë herë më krijues në këtë qasje të re që ne duam sjellin dhe risit që ne po sjellim tani këtu janë si të bëjmë që ne të sjellim në Shqipëri industri të vërtet filmit. Pra do të thënë, Shqipëria të jetë joshse, që një projekt i një filmi të caktuar që vjen nga jashtë, të mund të vijë dhe xhirohet në Shqipëri, të punësojë në Shqipëri, të xhirojë në Shqipëri, të bëjë skenografi në Shqipëri, të ndërtojë skenografi në Shqipëri, të shpenzojë një pjesë mirë të gjithë rekuizitës së vetë në Shqipëri, të zgjedhë vendet në Shqipëri, të flënë, të rezervojnë, të vendosen për qytete të caktuara. Pse jo të marrin me qira studio në Shqipëri? Pse jo të marrin me qira studio prodhimi filmi që ne duam të ndërtojmë në zonën e Shijakut së shpejti në Shqipëri, pra të mëdha, studio të mëdha, të cilat do të ofrohen me çmime të avantazhuara në raport me shumë vende tjera, në mënyrë që ne të bëjmë që industria atyre të interesohet të vijë në Shqipëri. Kjo gjë do të sjellë një efekt zinxhir që lidhet jo vetëm me industrinë, por lidhet me profesionet, lidhet me zanatet, lidhet me të gjitha kategoritë. Nuk flasim tu vetëm për artistë të mëdhej dhe për regjizor të mëdhej. Flasim në përgjithësi për gjithë teknikën e prodhimit filmit. Synojmë kryesisht të rajonit apo edhe më gjerë? Ne synojmë nga Hollywoodi deri në pafundësi. Pra ne synojmë çdo gjë që synon çdo vend tjetër si ne. Këtë politikë e aplikon Greqia, këtë politikë aplikon po themi Maqedonia e Veriut, këtë politikë aplikojnë shumë vende, e aplikojnë shumë vende edhe në Mbretërinë e Bashkuar, etj. Pra ne përveç lehtësive ofrojmë edhe një kthim të asaj që është si thëmë bara fiskale që do të kishin këto prodhime në Shqipëri, në një masë të lartë, ku me logjik të VSH-ja plus tatim fitimin, duhet jetë një shumë, një shifër, një vlerë, e cila nuk ka pse ti mbahet. Është një lloj, si themi, një lloj kur kalojmë në aeroport, një lloj duty free, në kuptimin që ne të kemi një, si themi, një kosto dhe një ambient ku të kemi një kosto sa më të ullët për realizimin e filmit, ku preventivi i realizimit e një filmit dali sa më i ullët për shkak edhe të këtij tax rebate apo të këtij cash rebate. Është marrë si referencë rajoni për 35% rimbursim? Patjetër që ka dhe referenca nga rajoni, ka referenca nga Europa Lindore, nga Europa Perëndimore, ka referenca nga Ballkani, ka referenca nga vendet tona afër, ka referenca edhe nga vendet tjera ndërkombëtare. Dhe kjo gjë do të bëj, por nuk është vetëm kjo, për shembull është krijimi i film komisionit, është që ajo që ne njohim sot si QKK transformohet në një agjenci kombëtare të kinematografisë dhe të audiovizualit. Pra do ketë një rol konkret, jo më vetëm këtu në përzgjedhjen e disa financimeve me anë të thirrjeve, që është ajo që bën QKK sot. Pra nuk do bëj vetëm atë që QKK bën sot. Kjo agjenci kombëtare e kinematografisë dhe audiovizualit do të menaxhojë një industri të tërë, pra do menaxhojë gjitha mundësitë, do të ofrojë incentiva, do të jetë aty për të ofruar bashkëpunime, do shkojmë në nivele që film komisioni i cili ndërtohet në qendër pranë kësaj agjencie të mund të ndërtohet pastaj edhe në nivele rajonale me bashkitë, dhe pse do të kemi ne një film komision me Korçën, Bashkia Korç, një film komision me Shkodrën, që e bën bashkëpunim kjo agjenci me Bashkinë Shkodër, ku të gjenerojmë punësim, gjenerojmë njerëz që vinë dhe prodhojnë në Shqipëri në teknika të ndryshme, e theksova, material audiovizual, dhe kjo pastaj shoqërohet me shumë
risitë të tjera që lidhen me statusin e artistit, ne po bëjmë dhe një propozim tjetër për një të ashtu quajtur ligji Robinson, që ka të bëjmë me statusin e kreativit, pra të njerëzve kreativ se duam të krijojmë në Shqipëri të gjitha mundësit që t'jetë një parajs për njerëzit kreativ dhe inovativ. Sa më shumë njerëz të artit dhe të inovacionit, pavarësisht se janë shqiptarë apo jo, të kemi në Shqipëri, natyrisht që dhe tuaj, kjo do të bëj që të ketë një reakcion shumë pozitiv, sa i takon krijimtarisë, sa i takon artit, sa i takon ardhjes njerëzve, sa i takon një vendi i cili është shumë i lidhur me produktin e industrisë kreative, ekonomisë kreative, punësim, pra është imazh, është ndërkombëtarizim, etj. Gjitha këto janë pjesa e asaj që vetë ky propozim, ky draft që ka dalë për konsultim, ku ju lutem, ne kemi nevojë që të kemi dhe mendimin e sa më shumë dashamirësve të kësaj fushë, kemi punuar me ekspertë tuaj, me ekspertë shqiptar, është punuar shumë, janë pyetur shumë njerëz që e njohin mirë. Arsye për një tjetër bisedë së bashku me Zoti Gondja. Po, shumë fushë gjërë dhe duhet flasim pak më gjë. Jam te kalim në fakt të minutazhit, më bëjnë me dije nga regjia, por dua t'ju pyes në fund, duke reduktuar apo duke eliminuar shumë çështje të tjera për automotoparkun në Elbasan. Në çfarë faze është, kur do ta shohim të përfunduar edhe vazhdimisht edhe ju edhe zoti Rama e keni përmendur më shumë si një investim dhe jo si shpenzim, por çfarë kthimi dhe kur do të jetë kthimi? Edhe ai është një nga ato projekte që janë transformuese, jo në nivelin vetëm qarkut të Elbasanit, por në nivelin kombëtar. Është një projekt i cili nuk ka vetëm një efekt transformuese ai takon ekonomisë si sjell nga pikpamja e garave, po është një projekt i cili do të transformojë nga pikpamja e sigurisë rrugore, sjelljen tonë, edukimin rrugor, sepse aty do ketë programe të cilat shkojnë deri në nivele të një përmirësimi të ndjeshëm dhe të kodit rrugor. E kemi thënë dhe para pak kohësh që një komponent shumë i rëndësishëm është siguria rrugore për atë automotopark. Ne duhet bëjmë ç'është e mundur të fillojmë sa më shpejt bypassin e Elbasanit, sepse pa bypassin e Elbasanit, komponenti i cirkuitit, pra i pistës së automotoparkut nuk është do të shfrytëzueshëm dhe nuk është do të, si më thënë, nuk është do të atraktiv për marrëveshjet që ne duam bëjmë sa i takon ambicës sonë, që është sjellin Formulën 1 në Shqipëri, pra deri në Antinver, deri në gradën A. Projekti është standardizuar për gradën A, projekti ka bekimin e Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit, projekti ka interesin e kompanisë Formula 1 Liberty Media, projekti është një nga projektet më të bukura, sepse është edhe në një format si aren, ku shifet gara nga shumë kënde dhe nuk humb në pistë, dhe është një nga themi projektet më të mira dhe për shkak se ka dizenjuar dhe arkitekti i këtij projekti është një ish pilot i Formulës 1 që është Alex Wurz dhe që është Wurz Design. Është një nga projektet i cili ka filluar punë, DPSHTR në të rast që tashmë është në varësi të mjes, jo nuk kam lidhje direkte si ministri, është duke punuar për pjesën e kontrollit teknik, për pjesën e drejtorisë së re të automotorizimit shqiptar për Elbasanin. Atje do të ketë të gjithë strukturat që duhet nga pikpamja e aksesit rrugor, po punohet tashmë dhe lajmi i mirë për automotoparkun është, si themi, bërja realitet e bypassit të Elbasanit. Ndërsa si vjet me PBA-n që ne po miratojmë tashmë, që po e draftojmë tani dhe që po e propozojmë Ministrinë e Financave, unë besoj se o përmes nesh në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Sportit, o përmes Fondit Shqiptar Zhvillimit, do të kemi me siguri fondet që do të alokohen për automotoparkun për ta programuar 2026, 2027, 2028, 2029, me idenë që ne kemi si objektiv për ta mbyllur ndërtimin brenda 2029, që në 2030 ne të kemi testimet dhe të kemi garat e para në automotopark. Të presim Formula 1 në 2030-ën? Gjithë mundësit janë. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, duke shpresuar gjithmonë se do të ndodhë në atë vit. Sidomos nëse ja dalin me Kanye West. Sa do të na kushtoj? Atëre, ky është një projekt i cili është maturuar në themi Komitetin e Projekteve Strategjike, pra aty vlerësohet, analizohet, bëhet projekti dhe studimi fizibilitetit. Këto analizohen nga Ministria e Financave bashkë me SASPAK, këto së bashku kalojnë në këtë Komitet të Projekteve Strategjike dhe është tashmë i miratuar, i maturuar në këtë listë të projekteve strategjike në pritje të financimit. Unë nuk mund t'i jap dot një shifër eksakte, por duke hequr pjesën që ka të bëjë me automotorizimin, me kontrollin teknik dhe me tjera, është një projekt i cili duhet të jetë i vlerësuar, besoj tek rreth 180 milion euro, i cili po të ndahet në një buxhet të programuar në 3-4 vite, nuk është një barre e zakonshme për aspektin e buxhetit shtetit dhe
me rritjen e të ardhurave, me rritjen e performancës të tatimeve të grumbullimit të të ardhurave, pra të deklarimit dhe të luftës ndaj evazionit, me fuqizimin ekonomik Shqipërisë. Ne duhet patjetër që këtë projekt ta bëjmë realitet dhe ky është një nga prioritetet e qeverisë. Shumë kënaqësi t'u kisha në studio. Kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.